në luftë të vazhdueshme me AI-n, jam në luftë të vazhdueshme në sensin e humorit, sepse edhe unë vetë ndonjëherë e para një nuk e dua. Nuk e dua që ta përdor. Sepse ndonjëherë kur veten atë lodhjen e temase të punës edhe dua që ta bëj sa më shpejt, vetë tek ajo e shoh shumë nga larg, ta pyes apo mos ta pyes. Ta pyes apo mos ta pyes dhe them jo, nuk do ta pyes, edhe ri aty tek ajo lodh trut e kokës. Dhe në fund bashortja ime thot, shiko, atë që ti e ndefshe orë të tëra, ja, mjafton e thua i shkruan këtij dhe ta nxjerr. Nuk jam dakord, sepse të bllokon nga ana e memorjes ajo gjë. Po ai të bllokon, mendon që nuk të lë krijimtari. Thjesht ti thua më bëj duke pirë ujë tani, ai të bën perfekt siç je. Kjo ndikon në zhvillimin mendor, mendoj. Por ama varet edhe si përdoret. Në fund ditës varet edhe si përdoret. Me thënë mund ta përdorësh për mirë, por mund ta përdorësh edhe për keq. Megjithatë varet në çfarë favori ti e përdor atë gjë. Se mund ta përdorësh edhe për gjëra që vërtet ty të ndihmojnë. Si ndim pune. Si krijues. Po jo si krijues, si primar, sigurisht primari. Mund ta përdorësh si një ndihmës, le të jetë ai, le të jetë studenti, jo të jetë ai profesori. Kështu pak në mendoj.